Ilnis, javët e para, kur ne kemi shënë në Big, O zot. thuaj se të gjithë banorët, sidomos momentin që ti e zgjedhur lider, të kanë pasur frikë. Jo se s'vazhdojnë të më kena, Jo, nuk e kam mbaruar Bigu, jo, a vazhdi. Të kanë pasur frikë në sensin që ishe shumë elokuente, ishe shumë e lexuar, kishe prezencë, kishe informacione nga thuajse çdo fush, pra ti ishe një nga ato personazhe me të cilën ti mund të ulesh dhe të bisedoje për çfarëdo lloj gjëje. Nuk kishte diçka për cilën ti nuk kishe informacion. Ne të dyja kemi qenë dhe pjesë e një nominimi. Prej të cilit kam dalë unë dhe s'më deli nati, për shaka. O zot. Prit, për shaka. Por, ku dua të dalë, ke qenë një banore shumë e fortë. Faleminderit shumë për Nëse nuk është ndjerë jashtë, të gjithë ne aty brenda e ndjenim. Dhe ato emra të cilët diskutoheshin si banor të fortë gjithë kohës kërkonin një aleancë me Ilnisën patjetër në shtëpi. Po, doni një aleancë. Por, kjo drita jote zgjati vetëm 3 javë. Mbas 3 javësh, Ilnisa Golli je fikur si me një buton dhe të gjithë ne, përfshirë këtu edhe mua, prisnim që ti të vije të bëje ato zënkat e tua të vogla, ose ato debatet që kishin edhe pak lezet, dhe duhet thënë që jo për të mos përdorur fjalën të stisura, por ndonjëherë janë disa debate aty që janë pak fare të stimuluara për dënë pak show. Shikon, nëse do të kthehesha. As ato nuk i kishim më. Nëse do të kthehesha pas, detyrimisht që ndoshta 3 javë, si ishte ti, po, diçka më shumë se 3 javë. Po, një muaj, ndoshta 3 javë, një muaj, diçka e tillë ka zgjatur. Ndoshta do ta mbaja këtë ritmin deri në fund, dhe nuk do të ndodhte asgjë nga gjëra që në fakt Më lejo ta bëj pyetjen konkrete. Okej. Nëse do të kishe qenë single në Big, mendon se rrugtimi jote të kishte qenë shumë më i gjatë dhe njerëzit do të kishin kohë më shumë për të parë atë që ti realisht ishe? Po, e mendoj këtë vërtet. E mendoj, por do t'ishe hipokrite tani të thoja që jam e penduar që nuk jam e penduar për asgjë që kam bërë në atë lojë, por nëse do t'isha single, detyrimisht le të themi gjëra siç janë, do ta dëgjoja emrin nga zëri Ledionit në fund, siç po. Je e bindur që të kishe fituar formatin? Mbase për të mos thënë se nuk mund të tingëlloj edhe aq këndshëm se harrojmë komunitetin ku jetojmë dhe çdo thonë në pas modesti. Jo, je reale, pa frikë. Por në finale do t'isha. Edhe unë të mendoja shumë. Faleminderit. Jo se të kam këtu për të bërë. Jo, se ti nuk je nga ato prandaj dhe erdha tek. Seriozisht. Mua vetë më ka pëlqyer sa reale ke qenë, edhe me atë qasjen pak si artistike ndaj jetës edhe ndaj gjërave, e cila reflektoj shpesh edhe në mënyrën se si ti flisje, ndoshta disa nuk e kanë kuptuar, disa e kanë gjykuar, por ishte një shprehi e botës tënde të brendshme. Cila nga vlerat e tua është ajo që ti do doje që Anajsi të trashëgonte? Anajsi ka trashëguar gjën më të bukur timen që është shpirti. Dhe sa herë e shoh në mënyrën se si mundet përjetoj një film, një skenë të caktuar në rrethan shoqërore, apo një zënk që ndodh shumë rrallë midis meje dhe saj, ajo ka tipologjinë e ndjenjës time, edhe për të jam shumë e lumtur të them drejtën. Vizaton shumë bukur. Vizaton? Po. Kemi bërë një pauzë shkurtër me pianon këto kohë, sepse unë kam qenë e zënë për të sistemuar ato rëmujën në për raftet e mia që të cilat mbajnë shumë libra, duhet thënë. Po. Dhe do të rifillojmë pianon me njëherë, së bashku me pianon tani kemi nisur dhe në një aktivitet tjetër sportiv, bëjmë notë shumë mirë. Çfarë thua? Po e bën multitasker si vetja, po mes gjithë këtyre pasioneve, qa mendon se do t'jetë ajo që sot më tha që eventualisht do të ndjekë Anajsi? Kishe vendosur sot se çdo ditë më pëlqen shumë që unë e lë të lirë dhe ajo vendos një profesion jetën e saj. Sot ishim
tek arkitektura. Tek arkitektura. Interesante. Interesante është. I thash, okay, mbaje këto, mos e humb. Kjo pyetje vjen nisur edhe nga eksperienca ime personale me prindrit e mi. Është një pyetje që edhe unë ja kam bërë mamit tim kur kam qenë më e vogël. Anajsi sigurisht është shumë e zgjuar, është një vajzë që edhe pyetjet i drejton në një mënyrë që ti edhe vetë të tregove që të vendosin në njerëz me shpatulla mbas muri, le të themi. A ka bërë Anajsi një pyetje ndoshta kur ka qenë më e vogël, lidhur me faktin se pse je vetëm ti për shkak? Po, ma ka bërë dhe e ka marrë përgjigjen, po është midis meje dhe saj. Okej. Në rregull. Sepse ky është sekreti ynë. Patjetër. Por ajo e ka marrë përgjigjen. A mund të di vetëm moshën të paktën? Kur kemi pasur si bisedë? 3 vjeç. 3 vjeç e gjysmë, po. Dhe ishim për Krishtlindje. Okej. Dhe shpalosi një kuriozitet të cilin unë nuk ja kurseva. Unë i çmoj shumë, jo në rasti konkret Anajsi që është shpirti im, por i çmoj shumë njerëzit që janë kureshtar. Edhe ja dua shumë kureshtjen, sepse kam gjithmonë një përgjigje ndryshe nga ata që janë më pak kureshtar. Dhe ajo ka qenë biseda jone e parë, e cila u zgjua mbase edhe disa vite më vonë, në të njëjtën simfoni kureshtje, por me nota pak më ndryshe. Dhe mori të njëjtën përgjigje. A ka një moshë caktuar për t'u shpjeguar kjo situatë? Shiko, varet se si ti e krijon marrëdhënien me fëmijën. Dhe detyrimisht fëmia kupton. Ndonjëherë kupton më shumë se sa i rrituri. E vërtet. Diferenca është që nuk shprehet si i rrituri. Dhe mendoj që dorën duhet ta japi prindi. Unë e kisha bërë gati këtë territorin, po. Edhe e prisja, edhe jam e lumtur që reagoj shpejt në moshë. Patjetër se duke njohur edhe fëmijën. Po. Ildis, pavarësisht se ti je shumë e fortë dhe zgjedh që tregosh gjërat pozitive. Jam vallaj, ta them seriozisht. Vallaj edhe unë ta them. Zgjedh që tregosh vetëm gjërat pozitive në rrjete, udhëtime, projekte, buzëqeshje, libra, marrëdhënien me vllajin. Ke kaluar goxha edhe vështirësi, kjo duhet të thënë. Nuk është se ke pasur rrugtimin. Shiko, me thënë të drejtën, unë kam bërë shumë qejf gjatë gjithë jetës time. Po, ke bërë. Kam bërë. Ke bërë, po ke pasur edhe momente. Po. Momente të cilat kanë qenë kur thon amerikanët the low is very low. Ato momentet poshtë kanë qenë vërtet shumë poshtë, ndoshta edhe i ke përjetuar emocionalisht. Mbas gjithë këtij rrugtimi të çmendur të jetës tënde në fusha të ndryshme dhe emocione të përjetuara kaq ndryshe,